Horoskopi 29 shtator 2025 dashi, sot është një ditë kur ndihesh më i qartë emocionalisht dhe je gati të lësh pas gjërat që të kanë mbajtur peng në të kaluarën. Energjitë e ditës të ndihmojnë të shohësh përpara dhe të mendosh për mundësi të reja. Marrëdhëniet e ngushta dhe ndjenjat personale të japin besim, ndërsa bisedat dhe ndarja e ideve me të tjerët janë të frytshme dhe kënaqëse. Hëna në sektorin social të fton të kalosh kohë me njerëzit e afërt dhe të marrësh pjesë në aktivitete që të bëjnë të ndihesh mirë. Sot mund të tërhiqesh nga misteret ose gjërat e fshehta, dhe gjetja e zgjidhjeve ose ideve kreative të bën të ndihesh i motivuar dhe i fuqizuar. Projektet e reja, idetë inovative dhe mënyrat e reja për të shprehur talentin tënd krijues janë të favorshme. Sot është një ditë e mirë për të shfaqur energjinë, për të menduar larg dhe për të vepruar me besim. Ndër veprimet sociale, kreativiteti dhe energjia për projekte të rëndësishme janë në nivel të lartë. Krijimtaria, e mirë dashuria, e mirë biznesi, i favorshëm. Demi, sot ndihesh mirë kur ke kontroll mbi punët dhe gjërat praktike në jetën tënde. Mund të marrësh komplimente ose të marrësh aprovime për përpjekjet e tua, dhe çështjet e punës ose teknike mund të zgjidhen më lehtë, gjë që të jep një ndjesi lehtësimi. Përmirësimi i jetës, veçanërisht përmes rutinave, punës dhe përgjegjësive të përditshme, është një temë pozitive për ditën. Hëna hyn në shtëpinë tënde të njohurive dhe udhëtimeve, duke të nxitur të mësosh gjëra të reja, të zgjerosh horizontet dhe të ushqesh shpirtin. Sot mund të ndihesh i tërhequr nga një temë që të intereson ose të bashkëpunosh me dikë për të arritur diçka të veçantë. Ky është një moment i mirë për të përqendruar në zhvillim personal dhe të kesh kuriozitet për gjëra të reja. Krijimtaria, e mirë dashuria, e mirë biznesi, i favorshëm. Binjakët, sot mund të ndihesh i tërhequr nga aventura në marrëdhënie ose të marrësh kënaqësi nga një projekt që të jep kuptim. Mund të lidhesh më thellë me dikë duke ndarë aktivitete ose ide që dalin jashtë rutinës së përditshme. Ka mundësi që të ndihesh je emocionuar për gjërat që mund të ndodhin së shpejti dhe është një moment i mirë për të mësuar më shumë rreth njerëzve që të rëndojnë. Pikpamja jote është konstruktive dhe optimiste, dhe sot shfaq besim në vetvete dhe mirëdashje ndaj të tjerëve. Hëna hyn në sektorin tënd të intimitetit, duke të nxitur të kërkosh më shumë kënaqësi nga marrëdhëniet, projektet dhe përvojat e tua. Kërkimi, analiza ose hulumtimi i vogël mund të jetë veçanërisht i rezistues dhe i dobishëm sot. Krijimtaria, e mirë dashuria, e mirë biznesi, i favorshëm. Gaforja, sot mund të ndihesh i mbështetur nga të tjerët ose të jesh më i motivuar për një projekt apo marrëdhënie. Forca dhe stabiliteti vijnë nga familja ose nga njerëzit që ndihen si familje për ty. Bisedat dhe shkëmbimet me të afërmit janë stimuluese dhe të dobishme mendërisht. Ide të reja dhe zgjidhje po lindin, dhe mund të jesh gati të lësh pas një shqetësim apo pendim. Karakteri yt sot është i veçantë, i matur dhe i saktë. Hëna vazhdon tranzitin e saj në sektorin e punës dhe shëndetit, por më pas hyn në sektorin tënd të partneriteteve, duke nxjerrë në pa një temë sociale. Sot mund të kërkosh më shumë bashkëpunim, këshilla ose reagime nga të tjerët. Krijimtaria, e mirë dashuria, e mirë biznesi, i favorshëm. Luani, sot mund të ndihesh optimist dhe i besueshëm në një marrëdhënie ose me dikë të veçantë. Komunikimi luan rol të rëndësishëm dhe ndarja e ideve apo idealeve forcon lidhjen. Një interes i veçantë ose studime mund të tërheqin vëmendjen dhe të motivojnë. Një partner mund të japë këshilla të vlefshme, ose ti je në pozitë të mirë për të krijuar një lidhje të kënaqshme. Të tjerët mund të përfitojnë nga ekspertiza jote dhe ndërtimi i besimit në marrëdhënie mund të jetë përvojë e kënaqshme dhe shpërblyese. Hëna hyn në sektorin tënd të gjashtë dhe sot mund të fokusohesh tek puna dhe përpjekjet produktive, duke ndjerë një ndjesi përmbushjeje. Krijimtaria, e mirë dashuria, e mirë biznesi, i favorshëm. Virgjëresha, sot je në një ditë të mirë për projekte pune dhe aktivitete që lidhen me shëndetin ose formën fizike. Ndiqesh efektiv edhe i angazhuar, veçanërisht në punë dhe çështje praktike.
Motivimi për të punuar dhe për të prodhuar është në fokus dhe mënyrat që lidhen me punën, financat dhe shëndetin janë të favorshme, entuziazmi dhe besimi rriten dhe ndihesh më optimist e për financat ose projektet e tua. Është gjithashtu një kohë e mirë për të punuar me buxhetet ose për të studiuar një blerje të mundshme. Hëna kalon fillimisht në sektorin e shtëpisë dhe familjes, duke të nxitur të pushosh dhe të kujdesesh për ambientin, por më pas hyn në sektorin e kënaqësisë, gëzimit dhe shprehjes, duke ndezur dëshirën për të shijuar momentin dhe për të shprehur veten, krijimtaria, e mirë dashuria, e favorshme biznesi, i mirë. Peshorja, sot ndihesh plot energji për të përkushtuar në një projekt ose çështje që të intereson. Një pasion i ri për një hobi, romancë ose aktivitet krijues të mbush me entuziazëm dhe ndihesh shumë i angazhuar dhe i motivuar. Dëshira për të krijuar ose për të shprehur veten në mënyrë unike të jep një ndjesi më të fortë qëllimi. Është gjithashtu një kohë e mirë për të ndërtuar ura dhe për të forcuar lidhjet përmes ideve të përbashkëta. Hëna fillimisht ndodhet në sektorin e komunikimit, duke të mbajtur të zënë, por më pas hyn në sektorin e shtëpisë dhe mund të ndihesh i tërhequr për një pushim të merituar. Pas disa ditëve të fokusit më të madh në mendime dhe analizë, tani dëshira për relaks dhe kohë të qetë bëhet më e dukshme, krijimtaria, e mirë dashuria, e favorshme biznesi, e mirë. Akrepi, sot ndihesh mirë për çështjet e shtëpisë, familjes dhe emocionale dhe ke energji pozitive për të marrë me situata që zakonisht të shqetësojnë. Mund të gjesh mënyra efektive për të zgjidhur problemet dhe zakonisht arrin të lësh pas grindjet ose tensionet në jetën personale. Kalimi i kohës me të dashurit të bën mirë dhe të jep qetësi emocionale. Hëna fillimisht thekson nevojën tënde për siguri dhe rehati, por më pas hyn në sektorin e komunikimit, duke të nxitur të përfshihesh në aktivitete mendore dhe të shfrytëzosh idetë që ke. Është një ditë e mirë për të zhvilluar projekte ose ide që të intrigojnë mendërisht, krijimtaria, e mirë dashuria, e favorshme biznesi, e mirë. Shigjetari, sot energjitë e ditës janë të favorshme për të ndihmuar dhe për të mbështetur të tjerët. Idetë që do të shfaqen tani mund të jenë veçanërisht krijuese dhe tërheqëse. Më e rëndësishme është mënyra si i shkëmbeni këto ide, sepse bashkëbisedimi dhe shkëmbimi sjell kënaqësi dhe përfitime. Mendimi inovativ dhe komunikimi janë në fokus dhe mund të gëzohesh duke u përqendruar në një interes të veçantë ose një temë të re. Miqt ose rrjetet shoqërore mund të ofrojnë perspektiva të dobishme dhe të mbështesin idetë tua në mënyra të këndshme. Hëna lë shenjën tënde dhe hyn në sektorin e financave, duke të dhënë ndjenjën e kontrollit mbi disponimin dhe nevojat personale, krijimtaria, e mirë dashuria, e favorshme biznesi, e mirë. Britsjapi, sot çështjet e punës dhe financave po ecin mjaft mirë dhe ndihesh më i efektshëm në gjërat praktike. Të tjerët po të vlerësojnë për dobipërsinë tënde dhe kjo të motivon të japësh më shumë ndihmë dhe mbështetje. Aftësitë menaxheriale janë në qendër të vëmendjes dhe mund të shkëlqesh duke prezantuar idetë tua. Hëna fillon dita e fshehtë në hartën tënde, por më pas hyn në shenjën tënde, duke bërë që dita të bëhet më e gjallë dhe aktive. Është një moment i mirë për të kërkuar atë që dëshiron dhe për të menduar plane afatgjata. Sot je veçanërisht i dukshëm dhe me ndikim tërheqës. Energjitë e ditës të inkurajojnë të kushtosh vëmendje nevojave të pasgjidhura, duke të bërë veçanërisht të zoti dhe dinamike, krijimtaria, e mirë dashuria, e favorshme biznesi, e shkëlqyer. Ujori, sot tërheq vëmendjen për idetë dhe parimet e tua, dhe të tjerët ndihen tërhequr nga energjia jote. Është një ditë e mirë për të eksploruar një temë të veçantë ose për të punuar në një projekt me një qëndrim pozitiv dhe konstruktiv. Mund të ketë fokus mbi ndarjen e burimeve, gjë që mund të rezultojë e suksesshme dhe ndihmuese. Je i entuziazmuar për të strategjizuar mbi një ëndër ose plan të preferuar, duke parë rreth e rrotull me sy mundësish. Hëna hyn në sektorin tënd të reflektimit dhe pushimit, duke të nxitur një rifreskim emocional dhe një reset të brendshëm të ndjenjave, krijimtaria,
e mirë dashuria, e favorshme biznesi, e shkëlqyer. Peshqit, 29 shtator 2025, nëse kohët e fundit ke ndjerë pak ngecje emocionale, sot po përjeton një kthes, duke u tërhequr drejt një perspektive më përparashikuese dhe optimiste. Je i tërhequr nga ajo që fshihet nën sipërfaqe dhe zgjidhja e një misteri apo kuptimi i diçkaje mund të rezultojë shumë emocionuese. Sot ndihesh më i sigurt për ndjenjat dhe nevojat e tua private, si dhe për marrëdhëniet e afërta. Hëna hyn në sektorin tënd social, duke të nxitur të bësh vend për aktivitete të këndshme dhe shoqërore. Do të gëzosh gjithashtu ndarjen e ideve, shpikjen, inovacionin dhe eksplorimin, edhe nëse ndodh vetëm në nivel mendor. Idetë dhe planet emocionuese të motivojnë gjatë ditës, krijimtaria, e frytshme dashuria, e ngrohtë biznesi, frytdhënës.